Me kompaninë lidere për turizëm në Kosovë Shark Travel në festën e majit, mira kosovar në pushime festive. Drejtori i kësaj kompanie, Rushdi Kurtishaj, tashmë është bërë një personalitet i shquar i veçantë sa i përket organizimit të pushimeve, e sidomos në Bregdetin shqiptar, e po kështu edhe në këtë festë të punëtorëve me këtë kompani, mbi 22 autobus të kompanisë lidere në turizëm Shark Travel me mbi 1500 qytetar, sot do nisën për të festuar një maj në destinacionet më të bukura bregdetare. Shumë prej tyre po shijojnë Bregdetin në Shqipërisë, disa në Ulqin e disa të tjerë në Selanik. Shark Travel vazhdon të mbetet të zgjidhja kryesore për organizime turistike dhe udhëtime të paharrueshme. Nisjet për një maj me Shark Travel sot i nisën për Durrës, Shëngjin, Vlorë, Sarand, Ulqin, Halkidiki, me autobusa komod me pajisje të internetit, shërbime suprisore dhe me akomodim udhëtimi si me askënd tjetër. Drejtori Rushdi Kurtishaj dhe stafi i kësaj kompanie tashmë i kanë betuar klientëve të tyre se do të jenë në shërbim të plotë të tyre. Edhe sot po fillojmë një muaj të ri, një ditë të re, një ditë me plot sukses. Sot me sukses plot, po nisim mbi 1500 shqiptarë të Kosovës drejt Durrësit, drejt Shëngjinit, drejt Vlorës, drejt Sarandës, drejt Ksamilit, drejt gjitha atyre vendeve mbar shqiptare, shqipfolse, ku Shark Travel ka filluar tash një muaj fushatën turistike vera thret Shqipëria të mirëpret, një fushatë e cila për të katërtën javë radhazi ka nisur me mira pushues nga Kosova dhe jo vetëm, për të filluar një sezon të mbar turistike për vitin 2026. Shark Travel sot ka nisë mbi 22 autobus në drejtim të vendeve shqipfolse dhe kjo tregon fuqinë dhe liderin në fushën turistike që Shark Travel e mban tash më tepër se 2 dekada duke promovuar, duke ofruar shërbime, duke bërë më të mirën e mundshme për turizmin shqiptar. Sigurisht që Shqipëria është top destinacion turistik për vitin 2026 dhe ne këtë po bëjmë me shumë vullnet, me shumë dashuri për vendin, me shumë dashuri për punën tonë. Janë këto mbi 1500 zemra të cilat sot po nisen të buzëqeshur me Shark Travel për të kaluar festën e majit bashkë në vendet shqiptare. Përveç kësaj, Shark Travel ka dhe ofertën më të mirë turistike për Halkidik, Selanik, ku sot për Halkidiki janë nisur mbi 150 udhëtar të cilët do të qëndrojnë 2 netë e 3 ditë me ofertat tona. Ne gjithmonë mundohemi dhe promovojmë ofertat ekonomike, gjithmonë jemi pranë qytetarit, gjithmonë jemi me kërkesën qytetarit për të ofruar mundësitë më të mira, ofertat më ekonomike, ofertat më reale, ofertat të cilat janë jashtëzakonisht të favorshme dhe të përshtatshme për buxhetin e çdo të punësuari, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin publik.